nga goja, nxjerr veç mjalt, kënga jote rjedh nga zemra, sytë tu ç'vështrim të qartë. Jam largu ka 27 vite, jam akoma me ato këngëtarët e mëdhaja, si Vaçezela, si Parashivisimaku, si shumë e shumë këngëtarët të tjera që ne kemi dëgjuar gjithmonë në festivalet kombëtare. Këngë në këto të kohëve të fundit nuk dëgjon fare, të Noisy, Dëgjoj, po më tepër fëmijët e mi dëgjojnë, edhe pse kanë lindë dhe janë rritë në Gjermani, prej atyre domethënë dëgjoj dhe unë pak, po që jo direkt. Çfarë mendimi ke për muzikën që bëhet në kohët e sotme? Pas 90-s. Uroj që të jetë shija e të rinjve, dhe do të dëshiroja, unë kam marrë vetë shkollën e muzikës Sa bukur. në Elbasan. Do dëshiroja që muzika të mos bastardohet, por të jetë muzika e mirëfillt popullore shqiptare. Gjithashtu dhe e lehtë, po që të mos largohen dhe të mos bëhen kopime të kota, do të thënë duke pas se ne kemi një muzikë shumë të bukur. Tani më the që ke studiuar për muzikë. Po, për kanto. Për kanto. Tani një këngë, një strofë të vogël. Nuk do të më kujtohet tash për momentin asnjë. Improvizim, një improvizim. Çfarë mund t'ju them? S'ka në botë më të mirë se sa ti o nëna ime. S'ka në botë më të mirë se sa ti o nëna ime, sa e dashur, sa e lirë, sa punëtore dhe sa trime. Je mençur dhe drejt dhe nga goja, nxjerr veç mjalt, kënga jote rjedh nga zemra, sytë tu ç'vështrim të qartë.